Malën, i cili nuk arrit të gjej pasimin e dur. Si çdo Lushka tani. Arkemi i tij në zonë i lartë, pak Vion të qarkulloj Egnatia Fanga i kërkon edhe njerë Bakayoko, tani pasimin nuk është i sakt. Nduryn në Repaj, nduryn dhe Ujka, provon edhe njerë Bakayoko. Tjetër duel me Dajsinani, një gol çdo 105 minuta. Statistika me lartë për një portier të kampionatit, pjesën e parë të sezonit me Laçin dhe tani me Egnatia, shumë i rëndësishëm. E cila sigurisht po shijon këtë avantazh tani, po shijon dhe këta tifozë, janë tifozët e Ignatias. Dërsa Dajsinani shkelmon drejt zonës Bakayoko. Ryn me kokë Repaj. Provon me kokë edhe Aleksi. Vijojnë duelet. Tani pasimin nuk është i sakt. Ryn në Repaj, ryn dhe Ujka. Provon edhe njerë Bakayoko. Tjetër duel me Repaj. Ajo që bie në sy është që lojtarët janë shumë bindur kur gjyqtari jep vendime, nuk është se kundërshton njëri. Edhe Kledi Kola besoj do jetë i bindur me vendimet e Marçinjak. Ryn në Repaj. Pa faull, rikuperon nga normosikuese. Malja po mundohet, po bën shumë metra, ndërsa Dodaj dhe Gruda po i ruajnë baterit. Jo, po ruajnë pozicionet, po luajnë kokën. Po i vjen për shtatë Ignate sepse Vllaznia realisht nuk ka gjerësi. Nuk po mundet do të shtyjë me Jakon e pjesën e parë me këtë rezultat, që pastaj mundet të marrë masat pushim ndeshjes, po edhe mënyra se si do reagojnë lojtarët pjesën e dytë. Po rrezikon shumë. Dodaj mund të krijojë shumë numër. Ignati ishte me 3 lojtarë kundër 2 të Vllaznisë. Lushka arkon edhe një herë, topi lart në shtyrë e dytë. Vjen sota me kokë, goditën si mirë. Repaj largon në një tjetër goditje nga këndi e katërta për Ignatian sot. Luftëtar një gladiator në mesfush ka mbetur në tokë, por Ignatia vijon aksionin me Lushke. Lushka edhe një herë, Lushka provon hapësirën goditës. Sota tani. Kërkohet edhe një herë Bakayoko, ryn me kokë Repaj. Bëteja Aleksi Një faulla taktik, si të Aleksi të shëllet faull. Ka pas dhe protesta me styra. Jo, e mora të mirë qenë vetëm pjesën e lutër taktike. Patjetër që Aleksi është. Qato tani, zbret Vllaznia, ka hapësirë. Gruda dhe Dodaj presin topin aty pranë zonës, varin dhe pasoj sakt. E vijon loja, Zenullaj shtyn përpara Përdaric kërkon prekje me dorë të topit, por Marçinjak thotë se loja mund të vijojë dhe Zenullaj kërkon pasimin në krahun tjetër, kthehet Mala, rikuperon momentalisht Ujka tani. Provon një tjetër top drejt zonës, ka larguar me topin në duar është Fangaj, që më në fund e kryen. Ujka, kalimi ti, ndërryn në Repaj, ndërryn Bakayoko, një Vllaznia, topi i shkurtër tek Repaj. Pasimi për te Balaj. Do të presion. Do të jepte zgjidhje më ndryshe Përdaric, gjithsesi deri tani po fiton Tetova përballë Përdaric. Provon edhe një herë Lushka. Ndërkohë që Përdaric dhe stafi i tij që nga minuta 40 kanë nisur të diskutojnë mes tyre se cilat do të jenë lëvizjet që do të bëjnë pjesën e dytë. Kërkohet Balaj, topi me Kola, shënuar nga mesfusha e Ignatias të këtë kampionat. Të mendosh që ka shënuar 54, pra 50% e goleve është shënuar vetëm nga një repartë. Jo, ka shënuar ndoshta edhe më pak. Ka shënuar drejt të tilla ka kryer Vllaznia. Shkelmon ndërkohë Dajsinani, topin që shkon në zonën Bakayoko. Ryn në Repaj. Qenë minutën e parë, deri tani që flasim që është minuta e 53, nuk e kanë dhënë zgjidhje asnjëherë markimit Bakayokos. Ryn në Karimanovic, për topin vetëm në zonën Aleksi e prek për tek Ujka, kombinojnë të dy. Aleksi më tej kërkon hapësirën bosh për Fangaj që mjaft shkon drejt zonës. Fangaj vjen dhe Bakayoko por ryn në Repaj. Provon me kokë edhe Sar. Veterani Shkodran Balaj. Prekja e tij e topit do dërgon tek Aleksi. Repaj. Qato. Kalon Qato një moment. Hapësira që Vllaznia ka lejuar duke tentuar sigurisht që të jetë pak më sulmuese tani Repaj në këtë duel me Ujkën më tej Aleksi. Me thembër Fangaj. Nuk kursehet as pak në këto minuta të fundit kryesori. Shko Alban, dy lojtarët tipik sulmues të Vllaznisë, si Mala, si Bala janë vendosur në krahët e mbrojtjes. Koshojnë të kërsim, nuk arritin Todo të devijojë Dinamos që ishte këmbgulse. Shohim nëse do të arritë gjej sërish atë situatë, atë moment skuadra e Dinamos, ndërsa këtu Repaj i vendosur mirë mbyll i Todo Mandelën, Karambanzi, Ali, mundësia e goditjes vjen e majta, mbetet aty topi Mandela. Çfarë shpërdoron i Todo Mandela pas një stopit,
dhe organizon lojën me dy qendrat ansor, si me Meksin kur ishte dhe Si Zabërgja, vend kaloi vetë Zabërgja, është kontroll e topit, mjaft mirë, driblimi ndaj Krymit Zabërgja. Në mënyrë të rregullt e ndal Krymi. Balaj, i ndërrin Qefalia, Zabërgja. Edhe një tjetër Zabërgja, kalon mjaft mirë, kalon balën Zabërgja. Një tjetër Zabërgja, dhe këtu Repaj e dal në mënyrë të parë. Qarkullimi i topit nga Dinamo. Meksi, Zabërgja me kundërshtarin në shpinë u mbet topin, por sepse po e organizon lojën me linjën e fundit të mbrojtjes, me dy qendrat e mbrojtjes, dy ansorët e qendrës së mbrojtjes. Kjo goditje dhe i ka të dy lojë në pritje. Hoxha edhe një tjetër, Dita. Ky pasim për Itodo Mandelën, Itodo, brapa sërish për punuar kaq shumë gjatë ndeshjes dhe jep kaq shumë në fazën mbrojtëse. Provon këtu Jago të mbroj topin, shoj Mandela ku shkon, ndërkohë Repaj e ndjek Nani, largon topin nga parë. Dhe vetëm me duar për kuqe blu të topi shkon brapa tek Repaj, i cili me njerë topin e gjatë drejt Bekim Balajt, me kokë në fillim qaton me atë vertikalizim, po interceptim në mrekullueshëm të Alit dhe gjithashtu fyerjen e aksionit nga Gruda kishte një veprim shumë i mirë në fazën mbrojtëse. Shojmë Jagon në kalë në majtë me njerë drejt Grudës. Gruda e mbështet Jago. Bregu brenda zonës, Devi Bregu. Ky pasim mbyll mjaft mirë Naser Ali, Rustem Hoxha. Edhe një tjetër Zabërgja. I ndërhyn për një çast kërkojnë të përmbyllin dhe një tjetër sulm në këtë pjesë të parë Meksi, Zabërgja. Në dueli me Repaj, e mbyll mirë Repaj. Ndërsa këtu Qefalia lejon Grudën në për të marrë këtë top. Vjen arkimi i Mëngjërashit, largon për një çast skuadra Shkodrani, më pas ky top drejt zonës nga Nani, largon jashtë vjen kufizuar dhe jo pak vendimtar në takimet e skuadrës Dinamo Vite që kanë mundësinë me këtë krosim, më pas Loran. Si zakonisht Ali e Hoxha, të cilët provojnë të çarkullojnë topin, ndërkohë Lorenzo Villa provon të depërtojë, nuk ka fallë të Krymit, gjithçka në rregull atë ndërhyrje Ildi Gruda, kërkon me njëherë malën, vrapon Naser 4% të golave ndër 54 gola të këtij kampionati, ndërkohë që Dinamo 14.3% golave ka shënuar në 15 minutat e para të sfidave. Po, por duket çojmë shpejtësinë e baton Zabërgjës dhe këtu nuk ka fallë tot Eldorian Amiti, lejon lojën vijoj, Nani lufton për atë top në duelin me Repajn. Jago I ullur në stol, trajneri i Laçit Francesco Moreiro, ndoshta i dorëzuar për fatet e ekipit të tij. Padyshim që në këto 15 minutat e fundit vllaznia ka qenë më agresive. Repaj. Kemi hyrë tashmë në minutat e fundit. Anellari ka topin. Ky fundit në krahun e majtë që lëvizjen e Prodanit, po është Repaj i pozicionuar Krymi. Pasimi i dhënë në zonë, lexohet mirë nga mesuesha e Laçit. William Cordero është i vetëm në sulmin e Laçit dhe Serian Repaj, i cili topi gjatë i Prodanit për tek Bullari, por mbyllet nga Repaj. Skeme ekipit e Laçit për të afruar disi më tepër kundërshtarin. Në pas topi marrë mjap mirë nga Serian Repaj. Kemi gjatë dhe Kleandro Leshi që e kthe Manellari. Bullari shumë forcë në balojën vllaznia. William Cordero. Ane luan me kokë tek Ledio Tresa. Lëviz mirë ndaj dy lojtarëve Ledio Tresa. Që lëvizjen e Bullarit, topi shumë i fortë dhe Repaj në qendrën e mbrojtjes. Luan tek Krymi. Repaj
Topi gjati që në mbërëdhëse për te Bekim Bala i fiton duelin. Repaj. Ergon topin Gurishta, është mes fush Bajrami, i cili luan tek shoku i tij reparti Serian Repaj. Gurishta. Esad Mala në mes fush. Bajrami, i si më të qetë tashmë lojtarët e Vllaznis. Repaj. Që një top. Kjo e djatë e mjakin dalet nga por edhe njerë tjetër e ka topin mesushori i Vllaznis. Repaj. E kërkon topin e Sad Mala. Gurishta. Pasime të shumta nga ana e lojtarëve të Vllaznis. Shohim sa mirë dalin e Sad Mala. Sërisht e ka topin Repaj. Repaj. Kraun e djata duke është Gurishta. Repaj. Tek Traore mbyllet nga Bajrami. E gjatë rreziku vion Repaj me kokë. Shohim tashmë se si do t'jetë reagim. E humbet topin mesushori i Vllaznis. Mala, arkimi i Deliut në shtyllën e dytë, Bekim Bala nuk arrit. Repaj, topi gjatë i tij. Deliu e kontrollon mirë, shikon për 83. Të ekipit e Laçit ka nisur kjo përballje, janë vendasit që luajnë topin e parë, 90 minutash i fundit i Abisnet Superior. Zhongo se kthen tek Tafas, ju shkelmor me të parën. Ndryn Toma, fton përballë tij është Gurishta, lëviz pe poshtë shkon drejt qendrës, provon të arkim të ëmbël në zonë duke lojtarët e Utës aty i prishin punë njëri tjetrit me shumë këmbgulje, rikuperon shumë topa në mesfush dhe provon me njëherë të shkojë përpara. Demirçani i mbyllur nga Repaj. Brava sërish të Repaj. Edhe një tjetër për balë. Jashtë vjeve kufizuar se topi. Berko ka pozicion. Sa pam dhe dodajnë të Duart Rokitej nga tifozët Shkodran me të drejtë. Repaj bën prekjen e parë. Krasimi. Da Silva. Repaj mbyll mjaft mirë. Brava tek Repaj. Drejt Bekim Balajt edhe njërë to. Edhe një tjetër, Serian Repaj provon ta shqetësojë Da Silva, topi gjatë i tij drejt të balës. Çojmë Qato e ma. Gurishta. Brapa topi Repaj. Tjetër topi gjatë edhe një drejt balajt e prek me dukshëm në pozicion e shloje në të aksion të skuadrës së Vllaznis. Peralta vjen kërësim. Do tjetë ai që do të ekzekutoj këtë goditje të lirë. Topi gjatë. Ryn Repaj. Pas është Qato. Berko. Ruçi. Edhe një tjetër Berko. Kërkohet sërish Ruçi e mbyll Repaj. Repaj. Topi gjatë. Drejt Balajt në Rym Bruno, gjithsesi Bala e kanë kontroll. Kamara sërisht. Edhe një tjetër Da Silva. Do vjen Repaj. Ergon Kamara, Ruç. Provon të majtën e mbyll Repaj. Kamara. Vjen kërësimi Da Silvës, Iljevski me kokë. Repaj, Qoba, brenda zonës Da Silva, Berko. Ergon Iljevski. Shojmë Berko e Repaj. Largon Repaj, Qato. E ull. Kamara në rivëndi me duar. Topi drejt Da Silvës, ndërhyn Repaj. Ka probleme për autorin e golit. E ko që këtu krymi
këndi jashtë zonës së tij, shkelmon në drejtim të Berkos, ryn Repaj, ndërryn aty Sala, pas krymi Repaj, por ndërryn aty Sala me kokë, Repaj për ndrec që duke se do të luhet deri në sekondën e fundit, do të jetë Dinamo të Udin, i ndërryn Peralta për Gjoni, i fundit e merr topin dhe minjëherë sheh Erik Berkon me këtë top gjatë në dueli me Repaj. Berko provon të vijë në kontrollin e topit, por Repaj i kujdesshëm nuk e lejon, gjithsesi moshës mesatare, 23.1 vjeç Bylisi, 23.9 vjeç skuadra e Vllaznis, pak a shumë. Ta ka topin duar dhe menjëherë nis Kanen në krahun e djathtë. Shohim Gurishta është zhvendosur në qendër të mbrojtjes, ka bërë këtë zgjedhje Thomas Bërdaris, ka tërhequr Ignatius, kampionët në fuqi. Këtë top drejt Berkos mbyll Repaj më pidhja. Erik Berko nuk arrin të përballë Bylisit, sërish Stojanovic dhe Bekim Balaj. Edhe Balaj që arrin të vjen kontroll Peralta, menjëherë drejt të Malomos. Repaj e ndjek. 90 minuta dhe Adush Muqës me skuadrën shkodrane që shkelmon topin e parë, me një Repaj për para drejt Bekim Balajt, provon të Repaj rinë me kokë sa me njerë në prapa vit Thomas Bërdaric do të kërkoj Dros Hakaj, provojt kërësimi Cake nuk e merr si duhet, kërkon faull Vion Lore në dueli me Repaj për Bledar Lilën. Dros kërkohet Cake i vëmendshëm Serjan Repaj. Repaj pjesës parë, ato që mbyllën 45 minutin e parë për Elbasanin të toshin port. Ibrahim Abbas ndërryn, Dodaj i ndërryn në Hakaj, që s'ka rregull në atë top të marrë, qose Cake. Nuk arrin Doku, i ndërryn Repaj, ngritjen e zërit ndaj lojtarëve të tij. Cake. Ishte Cake mes dy kutës së Dinamos, ndërkohë që Bruno Lulaj në vendin e Qaqit në formacionin e skuadrës së Elbasanit nga ai një javë më parë. Cake. Kujtojmë që skuadrat u përballen edhe në çerkfinalet e Kupës së Shqipërisë, aty ku fal 11 metrashave Vllaznia arriti të kalonte përballë Elbasanit. Teqa provon ty vetë drejt qendrës Nani, ky vertikalizim Krymi, edhe një tjetër Nani mbyllet pa fal. Meksi mbrapa dërgon topin tek Rustem Hoxha me shëritin e kapitenit. Mungesë të vjen ky kërësim drejti Todos, mbyll Repaj, Çoba, edhe një tjetër Repaj. Vjen ky kërësim drejti Todos, mbyll Repaj, Zabërgja sërish, vjen kërësimi, ergon Repaj. Meksi, Zabërgja, edhe një tjetër Gudiabi, Zabërgja i ndërhyn Repaj, edhe një tjetër Tiago Nani provon dal nga djatha, vjen kërësimi i tij, mbyll Serjan Repaj, pritet takimi, vjen Jagos, largon Gudiabi, më pas Tiago Nani, çojmë zbritjen e Dinamos, Tiago Nani kalon mjaft mirë, shkon Repaj dhe mbyll, ndërkohë që dhe shifrat 0-0 në Teuta Laçi, 1-1 në Skënderbeu Tirana, barazojnë në kryeqytetasit në Korç. Partizani
Gjemajli. Gabojnë tek Ignatja. Përvon Vllaznia, Ildi Gruda. Ka hapësira, vjen Doda i furishëm, pasimi drejt qendrës. Sota nuk largon më pas. Dodaj. Beu Shaqe. Me njerë përvon gjej Charles Bismarck. Ulje e mirë topit, por i sakt në mbyllje. Repaj. Këti dueli Repaj rikuperon këtë top. Përvon më pas nisë Çobën. Ka hapësira në prapa vjen kur Charles Çoba. Pasime drejt Mensa, marrja e mirë Mensa, më pas Dodaj, bala! Në saj, nesër në kuadrë të kësaj jave të 24-të. Repaj, përvon nisë balen dhe Grudën. Sistemin VAR nuk ka se... Petri Kreca ka nu shohim këtë pasim mjaft të mirë dhe shizjen e Petri Krecës, një top në thellësi, por mbyllet nga Repaj. Dabo dhe rryrja mjaft e mirë e Serian Repajt. Petri Kreca, Stafa, mjaft mirë topi për tek Spahiu, por mbyllet nga Jago. Repaj spastron se çon topin përpara. Repaj me kokë. Ende nuk po je forca së... Kërkojnë mbylljen e ndeshjes tek skuadra Dinam e Vllaznis. Ndërkohë që Repaj largon edhe një tjetër, nuk ka ndërisht. Pasimet shumëta, qarkullimi shpejt i topit, ndërkohë Dita e kthen në qendër, largohet topi më pas i goditjes, por preferon pasimin. Bruno Dita vjen ky krosim, largohet topi, provon aty Jonuzi, por Repaj largon në... Topi qefalia për Nanin e gjen sak pritet Arkimi, provohet drejt zonës. Dani, ka pasimi për Mex. Për hyrjen e saktë të portierit Aldo Teqa, vendimtar me shtyllave. Ndërkohë shohim tu Lëvizjen e Dabos, lojtari i cili mori vendin e Mentor Mazrekat, por pasimi për Spahiu nuk kishte i mirë dhe këtu Repaj detyrohet provojnë me topin e gjatë përpara Shkodranët, thyet nga skuadra Dinamos dhe është pikërisht Karamba me topin kontroll. Nani provon të nisë edhe një tjetër ka cilët kanë fituar me shifrat 1-0 takimin e parë. Kjo kthes. Shohim këtë dalje të Meksit, i Todo është brenda zonës, provohet kryesimi, mbyllet nga Repaj. Më pas Jago provojnë zgjidhjen lojtarët e Vllaznis, është qefalia. Bregu i Todo Mandela kërkohet edhe një pasimi për Bregun. Meksi, edhe një tjetër Rufati. Deliu edhe një Krymi brapa tek Repaj, me njerë tek Gurishta. Nuk u mbet kohë. Por i vendosur mjaft mirë aty Naser Ali. Bala fiton një duel ajror, por topi fillimisht nga lojtarët e mes skuadrave ishte pikërisht ndeshja e parë, ishte i Todo që shënoi. Shohim pikërisht ban. Edhe një tjetër Gurishta, Balaj, kohët Deliu,
Rami, Repaj. Avancon vetë Repaj. Topi gjatë për para drejt Mensas. Nuk ka faul, vjen lojën gjyqtari Qato edukon topin të Gurisht. Të nuk ka faul, gjithçka rregull në të ndërhyrjet Gurishtës. Sërisht të paktën deri në këto momente, gjithsesi mbeten ende shumë minuta. Meksi e merr mirë topin, gjithnjë Meksi avancon vetë përpara. Meksi kërkohet Nani, ndërhyn aty Repaj. Vjen kjo goditje Jukaj më pas Nani e kthen topin. Të top adres Abazaj. Rodgjej Wallison. Krymi për Gurishtën.